Të nderuar ndjekës, mirë se vini në këtë bashkëbisedim me Monsinjor Ljosh Gjergje, preft shkrimtar dhe studiues i mirënjohur, i cili prej tetorit 2024 është në shërbim në famullinë e Letnicës, duke sjellë qetësi, urtësi dhe frymëzim për besimtarët. Monsinjor Ljosh Gjergje, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në këtë bashkëbisedim. Është nder dhe kënaqësi që kemi ju sot. Faleminderit, kjo është ndërsjellë. Letnica ka qenë gjithmonë një vend legjendar për mua që i fëmijë. Mund të them se përpos pakëzimit, kungimin e parë, rrëfimin e parë, kryqëzimin i kam marrë këtu në Letnicë dhe pjesërisht edhe thirrja ime meshtarake ndërlidhet me Letnicën. Prandaj Letnica pas Shtublës si vendlindje është një ndër vendet që ka gjetë hapësirë edhe në mendjen edhe në zemrën time, edhe mendoj që gjithë besimtarëve. Dhe kur jam këtu, jam plot me kujtime, me ndjenja, duhet ta përkujtoj me njëherë një figurë të cilën e njeh bota, por unë kam një përmbajtje, një përjetim, një përvojë krejt personale. Si vjetë është 40 vjetori i vdekjes Dr. Don Gaspar Gjinit, historianit tonë të Mirfield. Rrëfimin e parë e kam bërë këtu në Letnicë, se atëherë kur mbulloheshin për gjitha famullinave, edhe për rrëfim, edhe për kungim, edhe për kryqëzim. Kryesisht bëhen çdo 3-4 vjet, prandaj ishte një mori e fëmijëve diku 500-600-1000. Unë në Shtubull s'kena pas rrëfisatore. Për herë të parë gjindem para një rrëfisatorje, e qeli derën, hyj me një vend të errë, i shoh ato brimat, i vogël kam qenë, e kam mbetur beshtat, dhe kryt nuk me mrrinte deri te vendi ku ishte për të folur dhe për të rrëfyer. I ndjeri Don Gaspar Gjini e qeli derën, e kur më sheh mua, kam qenë dikon 8-9 vjeçar, s'kam pas ende 10, me merr në prahën, ma qet dorën dhe me përshefon dhe kështu fillon rrëfimi. Çka kam rrëfyer, çka kam thënë, nuk kam lidhje, por dora e tij, përkthjelja e tij, përqafimi i tij mbetet i paharrueshëm për jetën time. Si duket, Letnica të ka përcjell edhe në fe, si në femëri, edhe ashtu në rini dhe në vazhdim. Si janë përshtypjet tuaja për Letnicën që nga ardha juaj tani në tetor këto? Letnica për shumë çka ka ndryshuar, sikurse ka ndryshuar edhe vende tjera. Tashmë është një vend pjesërisht i boshatisur, me një anë të dhamin syt kur i sheh sa shtëpia të cilat janë pa banor. Në anën tjetër, Letnica e ka ruajtur rolin e vet historik si kish, si shejtnore dhe si vend e vizitave. Këtu kemi 3 kategori. Unë kam menduar se do të kam më tepër qetësi, por falenderoj Zotin që ajo qetësi më mungon, sepse vazhdimisht vinë njerëzit. Dhe unë kam dëshirë ata që i vinë mundësisht edhe t'i takoj. Jo pse unë dua, por t'ju lehtësoj takimin me atë që është përmbajtja, kuptimi, domethënia e Letnicës. Prandaj kemi vizitorët të cilët për kurreshtje ose kanë dëgjuar për Letnicën vinë. I kemi besimtarët të feve të ndryshme. Këtu janë vëllezërit tonë shqiptar të islamizuar, këtu kemi aty këtu edhe serb ortodoks, e mbi të gjitha katolikët e gjitha viseve të Kosovës, por edhe magjer. Sot për shembull kam pasur ndër pjesëmarrësit e meshës, ishte një grua shqiptare katolike e jona që jeton në Suedi dhe është përgjegjëse për një kish atje. Se i peshja ka besuar në mungesë të thirrjeve meshtarake që ajo ta udhëheqin dhe me kërkoi 2 libra për nanën Tereze. Një herë kërkoi tha për i peshmin në gjuhën anglishte se ai nuk mund të komunikojë me gjuhë tjera, e lëgjeta.
kur e pa Madre Charity sa e bukur është në 15 gjuhë për kthyer, tha a ki edhe një për mua. Thash po qyri edhe ja dhash edhe atë. Prandaj Letnica është një vend që tërheq edhe vizitorët, edhe kurrështarët, edhe besimtarët, edhe katolikët, dhe secili vjen me jetë të ndryshme. Por është e rëndësishme që në Letnicë, përpos kishës, përpos truporës zojës së Letnicës, përpos ambientit e rrethit, i cili është i bukur dhe hapësinor, të takohet edhe me njerëz që janë këtu. Prandaj, dëshira ime është që një kohë, sidomos para ditës, t'ja kushtoj lutjes, meditimit, adhurimit, ecjes, meditimit, shkrimit e tjera, dhe kur do që i dikush kalon dhe hetoj apo bashkëpunëtorët trojnë se ka ardhur dikush me kënaqësi e ndërprej çfarë do lloj pune për t'i kushtuar njeriu dhe ndërmjet njeriu për t'i kushtuar kishës dhe Zotit. Kam menduar se do t'jetë numri shumë ma i vogël dhe kam menduar se do të kenë vetëm shtektime, por koha e shtektimeve nuk është ende, tash për tash vinë në grupe apo në familje dhe vinë prej kategorive të ndryshme, vinë ata të cilët vetëm kanë dëgjuar për Letnicën, vinë ata që kanë ndonjë nevojë, ndonjë hall, ndonjë preng, ndonjë shqetësim, por vinë edhe besimtarët për të falendëruar dhe për të përforcuar në fe, shpresë dhe dashuri. Çfarë roli mendon se luan kisha në jetën shpirtërore dhe shoqërore të këtij komuniteti këtu në Letnicë? Kisha duhet të jetë e hapur për derë edhe për zemër, sepse është një bashkësi, bashkësia e popullit të Zotit, dhe duhet të ndihmojë secilit në kushtet dhe rrethanat në të cilat jetojmë, domethënë një kishë e hapur, një kishë dinamike, një kishë e cila bashkëndan me besimtarët, por edhe me njerëz të vullnetit të mirë për vojën e punës dhe të jetës. Besimtari, ai që kërkon, duhet ta ketë një ofertë sa më të madhe, kulturore dhe shpirtërore. Prandaj Letnica nuk është vetëm një shëtërore, nuk është vetëm një familje, por është edhe një oazë e përshpirtërisë dhe e kulturës së krishterë. E dim që Letnica është e ngushtë e lidhur me besimtarë, por posaçërisht me Shën Nën Terezën. Si e shihni këtë trashëgimi kulturore dhe shpirtërore? Kjo është një gjë shumë e madhe, sepse Gongja jonë qysh prej moshës 12 vjeçare, kur për herë të parë kishte përjetuar në mendjen dhe zemrën e saj rinore një lloj frymëzimi apo thirrje, ajo 6 vite të tëra ishte në kërkim çka lyp, çka kërkon, çka pret e çka do Zoti prej saj. Dhe u këshilluar edhe me nanën, u këshilluar edhe me vllahën Lazrin, u këshilluar edhe me meshtar që aso kohë ishin atë Gasper Zadrima, që ishte shkodran jezuit, me Ante Cipetit që ishte kroat, me Patrian Branković, i cili ka qenë shpirtërori dhe frymëzuesi kryesor, dhe deshti Zotit që pikërisht këtu të binte edhe përcaktimi i saj përfundimtar me 14 gusht të vitit 1928, pra në moshën 18 vjeçare, kur ajo vendosi duhet të bëhen modër misionare për të ndihmuar të varfërit e botës. E dim që Letnica është kaq shumë ngushtë e lidhur me Nën Terezën, po cilat janë tani sfidat më të mëdha me të cilat përballen besimi në kohën e sotme, ose që ta kemi edhe një shenjtë ose më të veçantë, sikurse Nën Tereza? Sigurisht se besimtarët e kanë një model të përsosur të jetës së krishterë, e modeli i Nënës Tereze është dashuria në veprim. Do të thonë, nëse besimtari dëshiron ta di çka lyp, çka kërkon e çka pret Zoti prej nesh, pret
që t'jemi dashuria në veprim. Unë kështu e kam definuar Nanën Tereze në një prej 18 vëllimeve që ja kam kushtuar asaj. Dhe mendoj se është shumë vështirë të definohet jeta e saj, por kjo ndoshta me një mënyrë e paraqet atë si person e cila është në kërkim të Zotit nëpërmes njeriut dhe në kërkim të njeriut nëpërmes Zotit. Pa Zotin dashuri, s'ka as vëlla apo motër njeri. E këtë pra jeta në veprim edhe ne jemi një nga ata nxënësit të cilët e kemi mësuar fenë nga ky vëllimi juaj, jetën në veprim. Cilin është mendimi juaj për të rinj që kërkojnë kuptim, drejtim dhe qetësi në jetën e tyre fetare? Duhet njeriu i sotëm ik prej vetvetes dhe ik shpeshherë prej të vërtetës. Dhe kjo është alienimi apo alienacioni kryesor, një ndër rreziqet e mëdha që ta la për nesër, kjo s'është për sot, do të ballafaqohem me këtë dikur më vonë. Problemet kur grumbullohen në këtë mënyrë dhe nuk zgjidhen aty për aty, ato rënojnë apo peshojnë jetën. Besimtari e ka një privilegj të madh dhe një mundësi të madhe që me ndihmën e Zotit të ballafaqohet me vetveten. Edhe mos të friksohet prej kurfar likështie, dobësie, mëkati, vesi, kubizimi, sepse gjithë jemi të kubizuar, gjithë jemi të lënduar prej veseve apo prej mëkateve, por gjithë jemi të dashurit e Zotit. Dhe me dashurinë e Zotit nuk ka problem apo çështje që nuk mund të zgjidhet. Atëherë, ne dim që ju jeni autori shumë librave. A jeni duke punuar aktualisht në ndonjë projekt të ri, letrar apo shpirtëror? Po, nuk mund të rri, dhe 2 projekte janë ka faza e fundit. Njëri është figura e meshtarit sot, e ka marrë si model meshtari Papën Franceskun, si meshtar, si i perë, si kardinal dhe si papë. Dhe i ka marrë mësimet e tij, të cilat janë të drejtuar meshtarëve në mbar botën. Dhe ajo është në fazën përfundimtare. Një vëllim tjetër, i cili do të jetë vëllimi i dytë, është miqtë e mi në Amshem. Unë në vitin 2016 e kam votuar vëllimin e parë. Prej 2016 deri në 2025 kanë vdekur miqtë e mi, apo kanë kaluar në Amshim në një numër i konsiderueshëm i tyre. Mbi 20 figura me karakter të rëndësishëm kombëtar dhe ndërkombëtar, dëshiroj t'i përpunoj dhe t'ja paraqes opinionin tonë. Sepse nëse kam bërë diçka, është ndihma e Zotit dhe përkrahja e miqve dhe dashamirëve që tashma janë në Amshim. Këto janë 2 veprat të cilat vazhdimisht i kam në dorë, por ka edhe plane të tjera. E pam gjatë bisedës që ju keni shumë kujtimet si fëmijë këto, dhe si rini, edhe në gjitha sakramentet këto. Po çfarë do doni tani të mbetet si kujtim nga shërbimi juaj aktual në Letnicë? Kisha dëshiruar që çdo njeri, e sidomos çdo besimtar, çdo i krishter, të takoj vëllaun meshtar, i cili e ka një mirëkuptim, një kujdes dhe një dashuri të veçantë dhe ajo është dhurata e Zotit. Prandaj dëshira ime është që t'jam vllau i secilit njeri, e sidomos i secilit njeri i cili është në kërkim të mirës, të drejtës, të vërtetës, të jetës dhe të dashurisë. Janë 5 pistat në cilat njerëzimi vazhdimisht garon. Edhe kush e gjen të mirën e kërkon të vërtetën, kush e gjen të mirën dhe të vërtetën e kërkon të drejtën, kush e gjen të drejtën e kërkon mirësinë, e kush i kërkon gjithë edhe i gjen gjitha këto, së fundi është i pangopur me dashuri. Në fund, cili është mesazhi juaj për besimtarët dhe vizitorët tonë Letnicë? Vizitorët kishte qenë mirë, ndoshta jo me fajin e tyre se nuk kemi shumë literaturë, edhe pse ekziston diçka, por ekziston ndoshta për masat e atyre që janë studimore, që të bëhet një përgatitje
që mos të vinë thjesht të shohin panoramën, të shohin kishën si duket jashtë apo brenda, pa pasur ndonjë informatë. Për shembull, e kemi atë Anton Marojevicin, i cili është frymëzuesi i martirizimit vetar. Njerëzit kur s'ja kanë ndi emnin, edhe që ditën disa që janë edhe historianë, edhe që mirën me histori, edhe që dinë diçka për martirët, nuk e dinë se atë Anton Marajovici përpara se të vinte në Letnicë ishte misionar në Lezhë, dhe në Lezhë ja dërgjën kishën, ja branë, ja masakruan një pjesë të besimtarëve dhe ishte shumë i lodhur dhe i mërzitur. Edhe në bashkësi dëgjoj se ka ende laraman kriptokatolik të cilët janë në anën e Karadakut dhe i tha prorëve vetë, unë duhet të shkoj atje. Erdhi këtu dhe gjeti një situatë që shumica atëherë të besimtarëve tanë ishin laraman, do me thonë e kishin një jetë dhe bindje, se laramanët janë definicioni i laramanëve është ky. Për ka bindja, për ka zemra, për ka përcaktrimi, janë të krishterë dhe shqiptarë. Mirë po e ka një jetë dy fish, për atër së quhen laraman, se për jashta paraqiten si musliman dhe si turko-otoman. E atëherë ai ju tha, po pse jeni kështu? Tha, s'kemi zgjedhje, kjo është modus vivendi për të mbijetuar. Tha jo, se ju keni fermanin të vitit 1839 që i mundëson lirinë fetare e kanë nënshkrua edhe perandori turko-otoman. Dhe ata në bazë të kësaj erdhën Letnicë, e banë betimin, shkuën në Gjilan dhe Pekgjino dhe i thanë, jemi shqiptarë dhe jemi katolik. Dhe e paguan shumë shtrenjtë, jo vetëm ata, por edhe këto katër fshatra. Për shembull, me njohuria e këtyre elementeve, ndoshta jo në hollësi, po s'paku si ide, martirët e Ana Moravës, martirët e Karadakut, të frymëzuar se atë Anton Marojevic shkoi në Gjilan për të protestuar të Bekgjinolli, nuk ketë drejt tua mohosh ata çka e lejon perandoria. Dhe Einstein hakmarrje e lidhi nën barkun e Kalit dhe e kaloi prej Gjilanit në Shkup, e prej Shkupit në Selanik dhe u bashkangjit dhe u kthye bashkë me të mbijetuarit 78, ai ishte i 79, edhe 1848, në 53-ën, ai natën e ujt bekum ose 3 mbretërve e pati infarkt dhe të dera kishës dha shpirt. Prandaj kisha dashur që jo këto elemente historike ose këto elemente kishtare që të ndikojnë të njerëzit, sepse ndikimi është i Zotit, edhe është përgjegjësia e secilit prej tyre. Për disa elemente, disa fakte, do të ishte mirë që t'i njohin ose ta kenë një kurrështje për të njohur, sepse pa njohur historinë nuk mund të jetojmë të tashmen dhe të ardhmen. Prandaj i dëshiroj popullit tim, edhe vizitorëve, edhe besimtarëve të çdo bashkësie fetare, që të jenë vetvetja dhe t'i kthehen vetvetes dhe të vërtetës. Kjo është ftesa elementare e jetës sime. Monsinjor Lurxherzi, falënderoj për kohën dhe fjalët tuaja frymëzuese. Është nder dhe kënaqësi të jemi këtu në intervistë me ju, si edhe në familjen tonë. Zoti ju bekoft në misionin tuaj dhe në shërbimin që po jepni kishës dhe besimtarëve në Letnicë. Shnet e bekime gjithmonë. Faleminderit shumë.